Mbahuni fort për litarin dhe mos e lëshoni ata. Rafehet për një plak se i kishte 3 fëmijë, njërin të urtë, tjetrin të sinqert, e të tretin të fortë. Plaku e shprehu dëshirën e tij që t'i sprovoj të 3 fëmijët dhe kërkoi nga ta që t'ia sjellin një pemë, e cila nuk del vetëm se një herë në 100 vjet në një vend të rrallë dhe në mes të malit të stërmbushur me egësira. Para se t'i përcjell për në rrugë i porositi: "Mbahuni fort për litarin dhe mos e lëshoni." Fëmijët nuk e kuptuan qëllimin e prindit të tyre dhe e përshëndetën të buzëqeshur. Gjatë rrugës e pan një shtëpi dhe u ndalën që t'i pijesin antarët e shtëpisë për destinacionin e tyre. Trokitën në derë dhe doli një plak dhe gruaja e tij e bukur. I pjetën për destinacionin e tyre dhe plaku shprehi gatishmëri që t'u tregoj për atë vend, mirë po me kusht që atë natë të flente tek ai dhe t'i gostisë. Vëllezërve ju pëlqeu kjo ide dhe vendosën të flenë në atë shtëpi. Gruaja e plakut ishte e re dhe e bukur dhe filloi që me shikimet e saj të përfitoj zemrën e vëllait të fortë. Dhe po të mos ishte vëllai i sinqert, i cili i përshpëriti në vesh duke i thënë: "Mos e tradhto atë që të siguroj dhe të gostiti, do të binte në kurthet e saj." Erët në mëngjes u nisën, pasi që e falenderuan plakun për mikpritjen e tij dhe vazhduan rrugëtimin e tyre. Pasi që kaluan gjysmë dite brenda malit të frikshëm, u ballafaquan me një klish luani, dhe i forti deshi t'i bjerë, mirë po e ndaloi i urti duke i thënë: "Nëse je i fortë, mos haro se kam më të fortë se ti." E morën atë klish luani dhe ushqinë me diçka nga ushqimi që e kishin dhe vazhduan rrugtimin e tyre. Pas një kohe arritën deri te vendi që u përshkroi plaku dhe atje gjetën një pemë ku në të kishte frite. I sinqerti deshi të hipë dhe të merrë nga to duke menduar se ato janë pemë, mirë po i urti e kapi për dorë dhe i tha: "Çdo gjë që shkëlqen, mos mendo se është ari." I sinqerti e kuptoi se çfarë i tha vëllai, pasi që e pa një zog që kishte ngordhur pasi që kishte ngrënë nga pema. Vëllezërit i kaploi mërzia dhe dëshpërimi se nuk mundën të marrin nga pema dhe u kthyen te prindi i tyre. Plaku pa në fytyrat e tyre pikëllimin e dëshpërimin. Pasi që e rrëfien rastin e tyre, plaku u buzëqesh dhe tha: "Mos u mërzitni asnjëherë përderisa nuk e lëshuat litarin." Njëri me tjetrin u shikuan me habi dhe i thanë: "Cilin litar?" Plaku u përgjigj: "Të gjithë mbahuni fort për litarin e Allahut dhe mos u përçani." Vëllezërit e kuptuan se çfarë kishte pasur për qëllim prindi i tyre dhe pse i kishte dërguar në atë rrugtim.